jemi vetë për Prenjasin dhe për të ardhmen tonë. Qindra qytetarë të Prenjasit u mblodhen në lulishtën kryesore të qytetit për të kundërshtuar idenë e parashikuar në draftin e Partisë Socialiste për reformën territoriale, për të shkrirë bashkinë e Prenjasit e për të bashkuar atë me Librazhdin. Takimin me qytetarët kundër kësaj nisme e thirrri antari i Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste në këtë bashki, Ardit Facia. Ne, qytetarët e Bashkisë Prenjas, përmes peticionit të bashkëlidhur, kërkojmë që çdo vendimarrje që prek Bashkinë Prenjas të merret vetëm pasi procesi transparent dhe në përputhje me ligjin. Kërkojmë 1. Pezullimin e procedurës së shqyrtimit të draftit deri në përfundimin e procesit të plot konsultimi publik, zhvillimin e dëgjese publike në Prenjas, publikimin e dokumentacionit dhe analizave që mbështesin propozimin, shqyrtimin e peticionit dhe argumenteve të komunitetit përpara çdo vendimi përfundimtar. Qytetarët e pranishëm në këtë takim u shprehen se Prenjasi duhet të mbesë bashki, pasi ka historinë e vet si qytet dhe nëse shkrihet njësia e vetë qeverisjes vendore, atëherë brenda pak vitesh do të pushojë së ekzistuari. Prania e juaj këtu është një përgjigje shumë e fortë për të gjithë ata që mendojnë të marrin vendime pa pyetur komunitetin. Për diçka jam i sigurt, të gjithë ju që keni ardhur këtu, besoni fort se Prenjasi do qëndrojë dhe Prenjasi ka për të qëndruar. Tash Prenjasi po çojë Librazhd sipas vendimit të atyre që janë atje. Le të vënë një parë rrota, ta marrë Prenjasin komplet, ta çojë Librazhd. Se Prenjasi nuk lëviz nga vendi. I të qytetit që është qytet minatorësh. Kështu që Prenjasi këtu nga vendi nuk lëviz. Është i pari miting që nuk ka as deputet, as profesus, kryetar bashkish, apo kërkush. Shumë mirë, bravo. Është një sukses dhe një arritje kjo. Një emancipim, një kulturë, një edukat që të tregojmë shqiptarëve. Një nga pikat kryesore të diskutimit ishte edhe nisma për krijimin e një aleance qytetare, e cila, sipas organizatorëve, duhet të shërbejë si një mekanizëm për mbrojtjen e interesave të Prenjasit dhe për të garantuar një përfshirje më të madhe të komunitetit në vendimarrje.